Blerta Celibashi në pritje të ëmbël zbulohet gjinja antarit më të ri që do t'i bashkohet familjes mbretërore. Princi Leka dhe Blerta Celibashi po përgatiten për zgjerimin e familjes. Pas zyrtarimit të lidhjes së tyre disa muaj më parë, ata ndodhen në pritje të fëmijës së parë së bashku. Sipas informacioneve të konfirmuara nga burimet pranë çiftit, Blerta Celibashi është atzan dhe foshnja pritet të jetë djalë. Për Princ Lekën, ky do të jetë fëmia i dytë, pasi ai ka edhe një vajzë nga martesa e mëparshme me Elia Zahrian. Burimet bëjnë me dije se shtatzania po zhvillohet normalisht dhe çifti kanë zgjedhur ta mbajnë këtë fazë të jetës së tyre larg vëmendjes publike, edhe pse spekullimet kishin qarkulluar prej kohësh, vetëm së fundmi është bërë qartë se lajmi është i saktë dhe se përgatitjet për ardhjen e fëmijës ka nisur. Deri tani Princ Leka dhe Blerta Celibashi nuk kanë dhënë një reagim zyrtar lidhur me këtë ngjarje.